Përshëndetje, ju uroj mirëseardhje në hapësirën informative në RTS Gjirokastra. Ndër të tjera, sot do të ndiqni. Nxënësit e shkollës Thoma Papapano kanë prezantuar një projekt ide që pritet shumë shpejt të finalizohet me krijimin e një helmete inteligjente, e cila synon një udhëtim të sigurt për gjithë përdoruesit e mjeteve motorike. Me këtë projekt ide, të rinj një muaj më parë morën pjesë në një konkurs kombëtar ku arritën të shkojnë në finale. Me rënien e temperaturave, rritet edhe rreziku nga zjarret në qytet. Në Gjirokastër gjatë nëntorit janë shënuar disa raste zjarresh në kabinat e shpërndarjes së energjisë, të cilat shpesh ndodhen pranë banesave. Zjarfiksi thonë se problem mbetet ngarkesa në rrjet dhe linjat e vjetra, ndërsa shqetësim shtesë këto ditë janë edhe incidentet nga përdorimi i bombulave të gazit. Problemet me ndërprerje të shpeshta të furnizimit me ujë të pishëm dhe energji elektrike në fshatin Llovin të Dropullit të Sipërm kanë sjellë shumë shqetësime tek banorët, madje në disa raste kjo situatë ka penguar kthimin e emigrantëve në vendlindje. Kjo periudhë fundviti shoqërohet me organizime të ndryshme kulturore dhe artistike në qytetin e Gurtë. Mbrëmjen e djeshme ishin artistët e cirkut kombëtar që dhuruan një shfaqje për qytetarët gjirokastrit. Ju njohim tani më gjerësisht. Nxënësit e shkollës Thoma Papapano kanë prezantuar një projekt ide që pritet shumë shpejt të finalizohet me krijimin e një helmete inteligjente, e cila synon një udhëtim të sigurt për gjithë përdoruesit e mjeteve motorike. Me këtë projekt ide, të rinjt një muaj më parë morën pjesë në një konkurs kombëtar ku arritën të shkojnë në finale. 14 nxënës që ndjekin drejtimin tik në shkollën profesionale Thoma Papapano janë duke punuar për krijimin e kaskës inteligjente. Me këtë projekt ata arritën të shkojnë në finale mes 150 projekteve që morën pjesë në një konkurs të zhvilluar në nëntor nga Drejtoria Kombëtare e Rrugëve. Isha shumë i lumtur të merra pjesë, sepse në të fund të ditës mundemi dhe një ditë mund të shpëtojmë dhe disa jetë. Sepse nga aksidentet fatale janë gjëja më e rrezikshme që mund të ndodhi. Teknologjia më e lartë që ka dalë tani, që bën çdo, që është thjesht truri i kaskës, që bën çdo zgjedhje të dur që i duhet, ka sensor IR që është me dritë infra të kuqe, që bën të mundur që trurit të kuptojë që kaska është vendosur saktë, dhe ta lejojë përdoruesin ta përdori ose bicikletën ose motorin ose skuterin. Kaska inteligjente ndihmon drejtuesit e mjeteve për një udhëtim të sigurt, por ajo funksionon edhe në rast të aksidentesh. Ne kemi bërë kaskën inteligjente, e cila nuk është thjesht një kaskë motori, por është një kaskë e pajisur me sensor të ndryshëm, e cila e ndihmon drejtuesit e mjeteve motorike që të kenë një udhëtim sa më të sigurt. Dhe në rast aksidentesh, kaska ju vjen shumë në ndihmë, dhe nëse ata janë të pavetëdijshëm, kaska bën në moment automatik komunikimin me spitalin dhe me policinë, duke pasi kaska është e pajisur me GPS ku tregohet vendodhja në momentin e aksidentit. Ne kemi zhvilluar këtë kaskë për të qenë inteligjente, ku kaska që ne kemi edhe këtu, që jemi duke e zhvilluar si projekt, është e pajisur edhe me head-upin, ku do të paraqiten të gjitha të dhënat e udhëtimit, adresa, gjëra, ku drejtuesi i mjetit të jetë sa më i sigurt gjatë udhëtimit. Kaska inteligjente, projektuar nga këta të rinj, pritet të përfundojë pas mbritjes së sensorëve të cilët janë porositur jashtë vendit. Ndërkohë mësojmë se kjo nuk do të jetë e vetmja. Në planet e tyre është edhe krijimi një helmete që mund të përdoret edhe nga punëtorët për sigurimin e shëndetit të tyre gjatë kohës që janë në proces pune. Me rënien e temperaturave, rritet edhe rreziku nga zjarret në qytet. Në Gjirokastër gjatë nëntorit janë shënuar disa raste zjarresh në kabinat e shpërndarjes së energjisë, të cilat shpesh ndodhen pranë banesave. Zjarfiksi thonë se problem mbeten mbi ngarkesa në rrjet dhe linjat e vjetra, ndërsa shqetësim shtesë këto ditë janë edhe incidentet nga përdorimi i bombulave të gazit. Ulja e temperaturave të motit dhe përdorimi masiv i energjisë elektrike për ngrohje ka rritur numrin e zjarreve problematik në kabinat e shpërndarjes së energjisë elektrike në Gjirokastër. Specialistët zjarfikës shprehen me shqetësim se përgjatë muajit nëntor janë regjistruar disa zjarre në kabinat e shpërndarjes së energjisë të vendosura në katet e para të pallateve, duke rrezikuar jetën e banorëve.
Ka pasur shumë situata edhe pjesën e ashensorëve, pallateve dhe pjesën e kabinave, kryesisht janë në katët e para dhe tymi krijon panik në përgjithësi, por janë përballuar me sukses, siç thash pak më lart, janë përballuar me sukses në shërbimin Gjirokastrës, në shërbimin Zjarrfikës. Kemi patur dhe bashkëpunim me operatorët e shpërndarjes së energjisë elektrike, por edhe me pjesën e strukturave të tjera të emergjencave. Shkak i zjarreve të tilla, krahas mbi ngarkesës në rrjet, janë edhe linjat e vjetra dhe të amortizuara të shpërndarjes së energjisë. Janë linjat e vjetëruara, të amortizuara, do thosha, pjesa e kabujve elektrik janë të amortizuara, janë të vjetra. Shqetësim për zjarrfikësit e Gjirokastrës në këto ditë me temperatura të ulta, ngelen edhe zjarret si shkak i keq përdorimit të bombulave me gaz të lëngshëm. Kemi pasur dhe shumë raste zjarri në bombla gazi. Domethënë bomblat janë që përdorin për ngrohje dhe përgatim janë të amortizuara, janë të pa certifikuara, të pa kualifikuara. Domethënë qytetarëve i bëj apel që të çojnë pranë pikave të gazit ku janë të autorizuara dhe të licencuara për të certifikuar, sepse bombla e ka deri në 10 vjet certifikimin, duhet patjetër të certifikohet dhe të kontrollohet në ato. Zjarrfikësit apelojnë që qytetarët të tregojnë kujdes në përdorimin e pajisjeve me energji elektrike dhe gaz të lëngshëm, duke parandaluar zjarret me pasoja të rënda. Problemet me ndërprerje të shpeshta të furnizimit me ujë të pijshëm dhe energji elektrike në fshatin Llovin të Dropullit të Sipërm kanë sjell shumë shqetësime tek banorët. Madje në disa raste kjo situatë ka penguar edhe kthimin e emigrantëve në vendlindje. Megjithëse ndodhet në zonën malore të njësisë administrative Dropulli Sipërm, fshati Llovin ka një klimë mesdhetare, shumë të favorshme për zhvillimin e turizmit. Llovin është një nga fshatat më të bukur të njësisë administrative Dropulli Sipërm. Është fshati i cili karakterizohet nga përfaqësimi i tyre qoftë në vendin tonë, qoftë në Greqi, por edhe mund tutje, në Amerikë. Të gjithë llovinjotët kontribuojnë në fshatin e tyre, por aktualisht në fshat banojnë vetëm 40 banor nga 400 që janë regjistruar në regjistrin themeltar të gjendjes civile. 3 objekte e Kurti, bukuri natirore Mahnice dhe shtëpi shumë të bukura, janë e surte për banorët e Llovinës, por problemet që hasin banorët erpasere, siç janë ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike dhe mungesa e ujit të pijshëm, pegojnë kthimin e emigrantëve në vendlindje. Ne duam rrugë, dritë dhe ujë, asnjë gjë tjetër. Kaq duam neve. Të na ketë një çik në përgjegjësi këtu domethënë bashkia dhe kaq duam, në asnjë gjë tjetër nuk duam. Ta përkrah një çik në këto probleme që kemi edhe kaq. Cili është kontributi i emigrantëve për fshatin për vendlindje? Emigrantët janë njerëz që duan që të eci fshatit, të bëj domethënë punë fshatit, të bëjmë edhe shtëpi që kanë bërë, të bëjnë akoma. Inshallah të vetë një çik më mirë çdo gjë që nga ato që kemi probleme, nga ato kanë ardhur fshatarët në Beardh nuk kanë gjetur ujë në shtëpi dhe kanë ikur, është gjina. Pse mos kemi ujë në Beardh, vinë ata emigrantët dhe ikin, pse mos kemi ujë? Gjina dhe do ikin se s'ka ujë. Sidoqoftë, e ardhmja e Llovinës është presdhënëse, se para pak javësh ka filluar të riaktivizohet shoqata e emigrantëve të fshatit. Bashkia e Libohovës ka nisur zbukurimin e qytetit dhe fshatrave me ndriçimin dekorativ dhe element festiv me rastin e Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri. Në qendër të qytetit është vendosur një bredh i madh me drita, ndërsa rrugët janë pajisur me dekorime që sjellin një atmosferë festive. Bashkia e Libohovës ka nisur punën për të zbukuruar qytetin me ndriçim dekorativ dhe element festiv për Krishtlindjet dhe Vitin e Ri. Qëllimi është të krijohet një atmosferë më e ngrohtë dhe mikpritëse për banorët dhe vizitorët, duke i dhënë jetë rrugicave dhe qytetit. Në qendër të qytetit është vendosur një bredh i madh i dekoruar me drita festive, ndërsa rrugët përreth janë ndriçuar me llamba dekorative që krijojnë një pamje të bukur dhe festive. Kemi filluar me pjesën e zbukurimeve në qytet, kemi ngritur bredhin, po vendosim ndriçime dekorative për të krijuar një ambient sa më të mirë për festat e fundvitit, Krishtlindje dhe Vitin e Ri. Në qytet, ka që kemi filluar pak me vonesë vjet nga rreshjet që ishin dhe nga problematikat që kishim, jemi akoma në fazën e parë, jemi në qytet. Jemi në qendër. Dhe në vazhdim në përlagje. Puna nuk ka ndalur vetëm në qytet, pasi edhe fshatrat më të largët të bashkisë së Libohovës kanë marrë ndriçim dhe zbukurime duke sjellë festë dhe gëzim në të gjithë komunitetin. Po kështu do vazhdojmë edhe në fshatrat Sheper, Nepravishtat,
dhe Labovën e kemi përfunduar. Në Shepër, edhe vjet e ngritëm bredhin dhe si vjet do ta vendosim përsëri dhe ndriçime përreth, ndriçime dekorative. Kjo iniciativë festive jo vetëm që krijon një atmosferë të gëzueshme për Krishtlindjet dhe vitin e ri, por edhe mund të nxjisë vizita nga turistët që duan të shijojnë qytetin dhe fshatrat e zbukuruar. Bektashizmi 800 vjet histori, vlerat dhe sfidat në ditët e sotme. Në këtë titull u mbajt simpoziumi ndërkombëtar me pjesëmarrjen e klerikëve, studiuesve dhe intelektualëve nga 3 kontinente. Aktiviteti për masave të gjera u organizua nga krye gjyshata botërore bektashiane dhe gjyshata Elbasanit në bashkëpunim të ngushtë me komunitetet bektashiane të Ballkanit. Elbasani mirëpriti studiues nga 3 kontinente në simpoziumin ndërkombëtar për 800 vjetorin e bektashizmit. Ky aktivitet mblodhi klerik, studiues dhe intelektual nga 3 kontinente duke sjellë kontribute të reja shkencore dhe dokumente historike të ralla. Simpoziumi u zhvillua në disa sesione shkencore ku studiues të njohur trajtuan temat më të rëndësishme historike, teologjike dhe kulturore që lidhen me bektashizmin, rolin e tij në identitetin shqiptar dhe ndikimin e përhapur në mbar Ballkanin dhe më gjerë. Bektashizmi, si një nga besimet e hershme në Shqipëri, ka luajtur dhe thuar një rol të dorës së parë, si brenda familjes së madhe muslimane, duke e pasuruar atë ditës, ashtu dhe në kontekstin e mozaikut tonë fetar. Mesazhet e këtij besimi, ashtu siç e ka cilësuar 8 shekuj më parë krijuesi i tarikatit, Haxhi Bektash Veliu mbeten. Të duam njëri tjetrin për hir të dashurisë ndaj krijuesit. E janë të kjo shtëpi e madhe e virtyteve, e shërbetarisë e dashurisë ndaj krijuesit. E janë të kjo shtëpi e madhe e virtyteve e dashurisë për vëllau në krah, pavarësisht etnisë, racës apo ngjyrës. Në mënyrë të veçantë, bektashizmi shqiptar fitoi një peshë të re në realitetin ai frashë. Ky mendimtar dhe atetar i ka shoq në fundin e shekullit të 19, me opusin e vet letrar i dha dimensione të reja besimit bektashian, duke shndruar atë në një paralojë të çështjes kombëtare shqiptare. Se një bashkëjetesë 8 shekullore, vllazëria bektashiane ka pasur ditë e saj të shkëlqyera, sikundër edhe të vështira. Por në çdo situatë, vllazëria midis klerikëve bektashian është manifestuar fuqishëm. Gjithmonë kur flasim për ide, na shkon mendja tek burimet e dlira, ku gjithmonë ato lindin e marrin jetë. Nga këto burime, unë do të veçoja një përkufizim e elokuent të Hynqar Haxhi Bektash Veliut, të tarikatit bektashin. Ai vendosi idenë se njeriu të drejtohet kurdoherë drejt Zotit Xheleshanuhu. Ky bashkim vjen gjithmonë si shkak i urtësisë hyjnore në bektashizëm. Me termin urtësi të kemi nënkuptuar për gjithmonë atë unitet të përjetshëm midis dijes dhe veprës, fjalës dhe të bërit. Ne kemi shijuar dijen përmes sakrificave të mëdha. Ky aktivitet dëshmoi se bektashizmi shqiptar mbetet një pasuri e madhe shpirtërore, kulturore dhe historike. Ky organizim i nivelit të lartë u vlerësua si një hap i rëndësishëm për forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar, për promovimin e vlerave të paqes, tolerancës dhe harmonisë fetare, gur themelor të traditës bektashiane që prej themelimit të saj. Kjo periudhë fundviti shoqërohet me organizime të ndryshme kulturore dhe artistike në qytetin e Gurt. Së fundmi ishin artistët e cirkut kombëtar që dhuruan një shfaqje për qytetarët Gjirokastrit. Artistët cirkut kombëtar këtë fundjavë zbritën në Gjirokastër për të bërë pjesë e atmosferës së festave të fundvitit. Për afro një orë, Gerald Shima, Sabina Troshku, Sajmir Hamollu e Loredana Dushku performuan në skenën e ngritur në zonën muzeale numra të përzgjedhur nga repertori i tyre.
japim të shfaqje këtu në qytetin mrekullueshëm Gjirokastrës, pikërisht për festat e fundvitit, një program nga bashkia e cila është gjatë gjithë kohës në dieni, domethënë nuk është vetëm dita e sotme, por janë shumë ditë të tjera që do të përcjellin emocione, do të përcjellin gëzime për të gjithë publikun, kështu që shpresojmë ditën e sotme të kemi dhuruar emocione dhe të dhurojmë akoma më tepër emocione në shfaqjen tonë. Numrat janë nga më të ndryshmet që po përcjellin për publikun, janë numra më tepër alegrie, të cilat do të përfshin dhe publikun, ku dhe ata do të jenë pjesë e performancave tona, do jenë dhe ata të cilët do përpiqen të realizojnë sadopak performancat. Shkoj shumë mirë, shpresoj që publiku i Gjirokastrës të jetë kënaqur dhe shpresoj të shihemi edhe në shfaqje të tjera. Artistët dhuruan emocione, morën duartrukitje nga qytetarët që ndoqën shfaqjen e tyre. Ata që duket se u kënaqën më shumë ishin fëmijët. Po kaloj shumë mirë. Më pëlqen shumë shfaqja. Shumë mirë, po kaloj. Më pëlqeu shumë shfaqja si e bënin ata akrobatët që rinin pa duar, me duar. Më pëlqeu shumë, po, mbi karike. Çe parë tjetër shfaqje cirku të tillë? Jo, asnjëherë. Ishte kënaqësi ta shijoja në këtë ditë, në pragun e Krishtlindjeve. Kjo skem pëlqen shumë deri tani dhe pjesa që më pëlqen më shumë ishte kur erdhi ajo balerina dhe bënte gjëra. Vetëm një herë kam parë një cirk, po ky po më duket më i bukur. Më pëlqeu shumë shfaqja e cirkut, sa është shumë e bukur. Shfaqja e artistëve të cirkut kombëtar erdhi në kuadër të kalendarit të aktiviteteve që Bashkia Gjirokastër organizon për t'i bërë festat për qytetarët e saj sa më të gëzueshme. Shqipëria u klasifikua në vend të 6 nga 18 shtetet konkurrente në Junior Eurovision 2025. Kroni Pula me këngën Fruta Perime u vlerësua veçanërisht nga publiku i cili i dha pikë mjaft të larta përfaqësueses shqiptare në këtë event i cili u fitua nga Franca. Fiton Franca, fiton Lju Deleuze me këngën Sëmond, kjo bot. Franca ka triumfuar në Junior Eurovision 2025, festivali që u zhvillua në Tbilisi dhe që u transmetua drejt për drejt në RTS1, RTS Muzik dhe Radio Tirana 1, solli në sken 18 këngëtar nga po kaq vende, ku midis tyre performoi edhe Kroni Pula nga Shqipëria. Pas votimit të shteteve përkatëse dhe pas votimit të jurive profesioniste dhe publikut, Franca arriti të fitonte. Ndërkaq, Shqipëria u rendit në vendin e 6 me 145 pikë, duke u vlerësuar maksimalisht si nga jurit profesioniste ashtu edhe nga publiku. Kompeticioni më i rëndësishëm i këngës për fëmijë Junior Eurovision 2025 ka mirëpritur 18 artistët e vegjël, të cilët kanë dhuruar dhe kanë marrë emocione të mëdha, pasi për ta është hera e parë që interpretuan përpara një publiku dhe skene me një tjetër dimension nga ç'kan performuar më parë. Shqipëria u përfaqësua nga artistja 9 vjeçare Kroni Pula me këngën Fruta Perime, e kompozuar dhe orkestruar nga Adrian Hila, dhe mbart një mesazh edukativ që promovon ushqimin e shëndetshëm përmes ritmeve dinamike dhe vargjeve plot ngjyra dhe humor. Me një performancë gjithshkëlqim, Kroni Pula solli energji dhe gëzim në skenën ndërkombëtare të Tbilisit. Çfarë performancë fantastike, ja dhe flamuri shqiptar, ndërkohë kemi parë edhe artistët e tjerë. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendje, ndahemi bashkë, miru takofshim.